Përshëndetje të dashur miq. Në këtë video do të ndaj me ju disa mesazhe që kam mundur të mbledh dhe që ndjeva shumë të arsyeshme në fakt që janë tema aktuale që ndoshta ju mund t'jeni duke kaluar. Dhe thjesht do doja që të ishte si një farë konfirmimi apo iluminimi për ju, sepse duke e ditur që për shembull ju nuk jeni vetëm, nuk po e kaloni vetëm të gjitha këto, dhe duke e ditur që është dikush këtu për ju që mund t'ju suportoj, gjithnjëherë them që jam këtu për ju në çdo moment, por dhe thjesht duke i ditur si tema, bëhet më thjesht për ju për t'i naviguar dhe për t'i eksploruar, dhe ndoshta ju thjesht nuk e dini se çfarë po ndodh, dhe kjo mund të vi si një ndihmë që të paktën t'i vendosi një emër asaj që po ndodh. Do doja shumë që të mund të reflektoni gjatë videos për mesazhet dhe të dëgjoni intuitën tuaj për mesazhet që ju e dini dhe ndjeni që janë për ju. Sepse mund të ketë grupime të ndryshme njerëzish që po përjetojnë për shembull njërin pjesë apo pjesën tjetër, dhe unë mund ta që t'i ndjej të gjitha dhe t'i mbledh të gjitha për secilin për ju. Si fillim, lidhet shumë kjo tema që përsëritet shpesh dhe ndjej shumë të përsëritur në kolektiv, si të thuash, të vdekjes dhe rilindjes, por në aspektin pra një vete juaja po largohet, si të thuash, për t'i lënë vendin një vete e të re, pra në aspektin e transformimit. Dhe shenjat që ju mund të shikoni shpesh mund të jenë flutura, gjarpri, pilivesa, të cilat kanë qenë vërtet shumë edhe për mua, por edhe për individët tjerë që kanë konfirmuar dhe prandaj e parë si diçka kolektive, që janë vërtet shenja që po përsëriten njerëzakonisht shumë së fundmi. Dhe tema për shembull për të qenë të lirë. Pra përveç temës së transformimit, që duket sikur ju thjesht e ndjeni që diçka në energji është ndryshe, diçka në ajër është ndryshe, diçka tek unë është ndryshe, dhe unë sikur sot u ngrita me mend të tjera, si të thuash, me botë tjetër, sikur e djeshmja dhe java e kaluar dhe muaji i kaluar nuk ekzistojnë dhe unë po rifilloj nga fillimi dhe më duket si një jetë e re, apo pra ka disa nivele, qoftë në gjëra nga më të vogla dhe në energji të vogël që thjesht e ndjej një ndryshim, qoftë tek energjia më e madhe që duket sikur jeta juaj ndryshoi brenda natës. Ju fjetët si tjetër person dhe u ngritët si person tjetër. Dhe pra lidhet shumë kjo energjia e transformimit për një grup për jush, dhe transformimit të vetes, të besimeve tuaja, të mënyrës si keni operuar deri më tani, dhe në fund nëse qëndroni apo nëse e kaloni videon për ju që rezononi me këtë, janë disa pyetje të cilat unë jeva uzuar të ndaj me ju që të mund të reflektoni, pra t'i shkruani dhe të lejoni veten që thjesht të nxjerrni në letër çfarë vërtet keni ju nevojë. Sepse intuita juaj e di më mirë se kushdo tjetër çfarë ju keni nevojë dhe çfarë ju duhet dhe cila është përgjigjja në fundit. Por kjo po lë për në fund. Nga ana tjetër, për disa për jush ndjej këtë energjinë që ju duket sikur jeni në udhkryq. Pra ju duket sikur nuk dini cilën rrugë të zgjidhni. Dhe ju duket sikur të dyja janë shumë të mira ose asnjëra nuk është e mirë, dhe ideja është ajo që po dëgjoj tani është që është vetëm një rrugë. Juve ju duket si iluzion që janë dy, shumë interesante, dhe ideja është që nëse ju thjesht ecni, pra pa menduar po zgjedh njërin apo tjetrën, thjesht hidhni një hap, si të thuash. Pra mendojni sikur okej, janë këto të dyja rrugët që ju po shihni, por keni pakës rrugë për të shkuar deri aty. Pra hidheni një hap gjatë kësaj rruge dhe do të shfaqet rruga juaj. Pra ajo që është në të vërtetë dhe jo ky iluzion që më të duket sikur janë dy zgjedhje për të bërë. Kjo është ajo që po dëgjoj, ishte shumë specifike për disa për jush. Ndërkohë që mund të ketë vërtet të tjerë që ndjehen të udhëzuar të zgjedhin dy rrugë, dhe unë po shoh në fakt përballë pas kam një kodrin me dy rrugë, dhe secila prej tyre ju çon në drejtime dhe destinacione nga më të ndryshmet. Për ta bërë këtë dhe për të zgjedhur, këtë ritual ka ardhur dhe më përpara dhe po risillet sërish nga guidat tona. Thjesht ta mendoni sikur po ecni në secilën prej rrugëve. Pra radhën e parë mendoni njërin, radhën e dytë mendoni tjetrën, dhe shikoni se si paraqitet backgroundi, sfondi, moti, çfarë takoni, çfarë shikoni rrugës tek secila prej rrugëve. Sepse jam e bindur që po ta bëni, imagjinata juaj, intuita juaj do t'ju udhëzoj në shenja, simbole dhe vizione, të cilat mund t'ju ndihmojnë të kuptoni se cila vërtet është rruga e dur, cila ju bën të ndiheni më mirë. Nëse ju nuk jeni dhe aq, sepse ne gjithë mund të vizualizojmë, por nëse ju nuk jeni, pra nuk jeni shumë te kjo pjesa e vizualizimit, thjesht ju bën të ndiheni kjo zgjedhje dhe kjo zgjedhje. Pra vendoseni veten në këtë vendin që ju e bët zgjedhjen tani më. Si ndjeheni për zgjedhjen që bët, për vendimin që morët, për vendimin 1, për vendimin 2. Mund të pyesni nëse ju edhe kjo nuk ju pëlqen, për shembull, mund të pyesni, mund të reflektoni, mund të pyesni për shenja në ëndrrën tuaj për të ardhur dhe për t'ju konfirmuar, shenja që mund të vinë
në çdo lloj videoje, për shembull në çdo lloj posti që shikoni, dhe mund të jenë edhe këto video, mund të jetë edhe gjithçka që shikoni kudo në realitet në jetë, teksa ecni në përditshmërinë tuaj, vendosni një shenjë, një lloj zogu, një lloj shpendi, një lloj insekti, bime e të tjerë, pra çfarë do që ju t'ju shkojë mendja, ta vendosni si shenjë që nëse është e thënë të ndjek këtë rrugë, më trego këtë simbol. Nëse është e thënë të ndjek këtë rrugë, më trego këtë simbolin tjetër për shembull. Dhe kjo ju ndihmon. Konfirmime të tjera për ju janë ndje sepse I kam bërë pakës lëmë si të thuash, por nuk është se janë në një linjë koherente, ishte gjithçka që mund të ndjeja, sepse dhe në kolektiv nuk është se ka një diçka lineare, pra energjia vetë e universit dhe gjithçka nuk është lineare. Ne këtu mundohemi t'i vendosim gjëra siç po I them unë tani, njëra pas tjetrës. Por në të vërtetë ato ekzistojnë siç janë në të letër, pra. Ekzistojnë të gjitha njëkohësisht. Dhe sigurisht unë nuk mund t'i them dot vetëm telepatikisht, mund t'i them dhe t'i komunikoj me ju të gjitha njëkohësisht. Por në këtë mënyrë komunikimi duhet I marr njëra pas tjetrës. Kështu që ndjes nëse kaloj nga njëra gjë te tjetra, po kështu po I shoh tani. Dhe mund të ketë edhe kjo atë si koincidentin e vet raditja dhe mënyra si thuhen. Pra shenjat të tjera mund të jenë shega, që mund të jetë një konfirmim për ju. Mund të shikoni perde, apo mund të jetë konfirmim për ju dhe ju mund të keni marrë perde të reja, ju mund të keni shumë perde në shtëpi, ju pëlqen të keni perde të bukura, po shikoj tani këto perdet si ato të mëparshmet me të qëndisura vet, unë kam veshur një bluzë të qëndisur sot. Mini mund të ketë lidhje me ju, ngjyra roz, dhe perdet që janë me këto lulet, pra të bëra me grep, mua më pëlqejnë shumë ato, sepse edhe vetë gjyshja ime merret shumë me shtiza, me grep, mamaja ime po ashtu, por jo dhe aq, të them të drejtën, më shumë e kam unë si qejf dhe dëshirë se sa mamaja ime, o devijon që nga tema, por janë gjitha shenja konfirmimi për ju. Pasqyrat, dhe pash një vizion shumë të bukur që tek pjesa e pasqyrës, duket për ju tani më sikur realiteti është pasqyra juaj. Gjithmonë për ne është, por për ju jeni më të vetëdijshëm te kjo pjesë dhe jeni më të, si thuash, e shikoni me qartë shenjën e konfirmimit. Por ju duket sikur ajo që ju po mendoni dhe ajo që ju besoni për veten qoftë edhe për të tjerët, po reflektohet menjëherë, pasi si do shikoni veten tuaj menjëherë në pasqyrë. Kështu po ju duket në mjedisin përreth së fundmi. Së fundmi telepatia për ju mund të jetë shumë e theksuar, ne e përmendëm telepatinë dhe jo më kot. Për shembull, ju mund të mendoni një person dhe papritur ai ju telefonon apo ju shkruan. Ju mund të mendoni apo thjesht mund t'ju vinë ndërmend si një thritje telefonike e cila ndodh përpara se kjo thritje e vërtet të ndodh, pra telefoni, ndodh një thritja telepatike me ju. Dhe ju e ndjeni që ky person për shembull dëshiron t'ju shkruaj, dëshiron t'ju thras, dëshiron të komunikojë me ju, ka diçka në mendje për ta thënë. Dhe po ndjej tani që për shembull ju mund të dëshoni për këtë si tuajën, sepse ndoshta ky person ndron mendje më pas dhe nuk ju shkruan, dhe ju mendoni që ishte thjesht kot, ndoshta është iluzioni im. Por ka raste të tjera që ju shkruan vërtet. Pra është thjesht ideja që ju se kontrolloni dot çfarë do të bëjë ai person. Ai e dërgoi thritjen telepatike, apo ajo, se po e them thjesht si person. Por ideja është që nuk e bëri veprimin. Pra e mendoi, energjetikisht ju lidhët, por nuk ndodhi si gjë, si të thuash. Shpërqendrime mund të keni, sepse tani po shoh mesazhe dhe po më shpërqendrojnë disi. Prandaj ndonjëherë përpiqem thjesht të shikoj në natyrë, sepse më ndihmon më tepër që të shoh viziona apo thjesht të fokusohem tek ajo që dua të them, tek intuita e të tjerë. Dhe kjo mund të jetë një shenjë për ju gjithashtu që ndonjëherë ju pëlqen që të para keni më të lehtë të fokusoheni tek intuita dhe te ajo që doni të thoni kur ju shikoni në një horizont të hapur. Kjo mund të ndihmojë. Shenjat të tjera janë që sidomos edhe pas hënës së plot në akrep, që gjithnjë hëna në akrep për mua personalisht, por edhe për të tjerë që kanë konfirmuar, është shumë intensive në aspektin e emocioneve dhe në aspektin karmik, për shembull, shumë mësime karmike dalin në sipërfaqe, marrëdhënie karmike dalin në sipërfaqe dhe ju mund të përjetoni shumë emocione të amplifikuara së fundmi. Pra, më shumë se sa zakonisht ndoshta. Dhe mund të shikoni ëndra me liçen, me lum, me det, me oqean. Mund të shikoni ëndra sikur zhyteni në këtë liçen, në det, në ujë, në oqean dhe në varësi të qartësisë, në varësi të cili trupu I ishte, tregon shumë për energjinë dhe domethënë ka një signifikancë komplet të ndryshme nga njëra tjetra. Ndjeni emocionet. Ky ishte mesazhi që unë dëgjova. Pra nëse ju ndjeni është si diçka e fundit
që ndoshta prandaj është kaq e thellë që ju ta përballoni njëre mirë dhe ta çlironi si gjë. Pra mund të jetë një pikëllim i së kaluarës, një pendesë, diçka që ka ngelur e pazgjedhur me një marrëdhënie specifike në të kaluarën. Nuk duhet i lini gjërat si të thuash të pazgjedhura mirë, të pashoqitura mirë, sepse kjo ju ngelet si peng dhe breng për gjithë jetën dhe si një diçka e rëndë që e mbani me vete deri në fund. Pra ju mund të mendoni që duke mos e parë, duke mos patur kontakt me këtë person, gjithçka ka mbaruar dhe nuk ka më lidhje me mua apo thjesht nuk më impakton më. Ama pse ju vjen vazhdimisht në mendime? Pse ju vjen në kujtesë? Pse e shikoni në ëndra? Pse ndjeni energjinë e këtij personi? Sepse nuk është këputur lidhja energjetike, sepse ju nuk e keni bërë faljen e fundit, ndoshta edhe energjetikisht, ndoshta edhe thjesht ta përshëndesit, ta falenderoni duke e parë në vizionin tuaj dhe thjesht ta çlironi. Pra, nuk është bërë kjo hallka tjetër që ne tham, siç përmendëm tek telepatia që ndodh lidhja energjetike, por ndodh edhe lidhja fizike. Ju lidhja fizike është këputur, po energjetika, çfarë ndodh me të? Dhe ju shumë bukur mund t'i kryeni këto rituale vetë, por nëse keni nevojë, unë jam këtu për të ndihmuar për të gjitha prej tyre, sepse është diçka e vërtetë. Pra, shenjat janë që ju vazhdimisht ndjeni energjinë, ndjeni simptomat, ndjeni sikur energjia juaj po largohet nga kjo lidhje, pra duket sikur ky person po ju merr energjinë dhe pse jeni larg, dhe pse nuk e shihni fizikisht, sepse ndodh kjo lidhje energjetike, që përsëri ky person po ju merr energjinë. Dhe duke qenë se përmendëm dhe mësimet karmike, pra kjo mund të ketë qenë lidhje karmike. Dhe shpesh lidhjet karmike mund të jenë të dhimbshme, mund të jenë të vështira dhe mund të mësojmë ndërmjet vështirësive. Por kjo është ideja, mbylleni një herë mirë këtë kapitull, sepse ajo që ndjeva për ju ishte që tani më nuk keni pse të mësoni më nëpërmjet vështirësive, apo sigurisht që mund të keni përsëri lidhje karmike, por mund të jenë për shembull shpirti juaj binjak që ju ndihmon të mësoni ndërmjet dashurisë, mirëkuptimit, përkujdesjes, këtyre ndjesive të buta, përmendëm ngjyrën rozë, minin në fillim, pra mund të filloni dhe të mësoni ndërmjet gjërave të bukura në jetë dhe jo më ndërmjet vështirësive dhe sfidave dhe zënkave dhe ku ta diun se çfarë. Dhe ndiva shumë të energjinë e zemrës, pra që ju duhet të hapni zemrën tuaj për këto fillime të reja dhe ta besoni si diçka të mundshme dhe ta jeni gati si thua të vibroni në energjinë e dashurisë, ta ndjeni energjinë e dashurisë. E gjithë qenia juaj, qëndësia juaj, qelizat e trupit tuaj të vibrojnë në këtë energji dashurie dhe të çlironi këto besime limituese se si ka qenë dashuria më përpara. Dhe këto pyetje në fund pra lidhen shumë me këtë. Cilat janë këto besime të cilat mua vërtet më bëjnë të besoj diçka që unë nuk e dua ta përjetoj në dashuri. Sepse mund të jetë një program, një besim, diçka që ju e shikoni si të mirëqen, që në dashuri duhet të ketë patjetër zënka, që unë duhet të jap gjithë qëndësinë time që të jem në dashuri dhe të tjerë të më duan, sepse kështu është, unë duhet të jap dhe të sakrifikoj veten time, pra lind shumë kjo tema gjithashtu e të sakrifikuarit të vetes. Tema tjetër e kritikës ndaj vetes, pra ju mund të jeni kritikuesit më të mëdhenj të vetes në këto kohë për shembull, për një grupim tjetër për jush, dhe të mbimendoni për gjithçka që u bëni dhe thoni si po mendon ky person, ndoshta po më gjykon e të tjerë. Dhe nga ana tjetër edhe të jepni më shumë se sa merrni, pra që ne thamë në dashuri. Mendoni sikur kjo është diçka normale që unë të marr dashurinë në jetë. Të gjitha këto mund të kenë bërë që ju të mos ndjeni të sigurt në dashuri, mund të mos ndjeni pra të keni këto besime që dashuria është në këtë lloj mënyre, apo shikoni prindërit tuaj dhe brezat e tjerë apo shembuj të tjerë që kanë zënka dhe që dashuria ndoshta nuk është perfekte dhe mendoni që kështu është norma, ndërkohë që nuk ka një normë. Ju e krijoni normën, ju e krijoni realitetin siç doni ju të jetë dhe ju e manifestoni jetën tuaj si thuaç ashtu siç ju doni. Mjafton të ndryshoni këto besime dhe këto të çlironi këto limitime, të çlironi këto zinxhir, këto litar që ju kanë mbajtur lidhur. Dhe shembulli që po vjen tani është elefanti, i cili u mësua që i vogël të rinte i lidhur me litar dhe teksa u rit ai u bë një qenie gjigante që nuk e kishte asgjë të litarin për ta kaputur, por thjesht limitimi dhe ideja që kur isha i vogël unë nuk e kapusja dot, bëri që të ishte dorë kur u rit. Pra thjesht ideja që ju mund të jeni rritur shpirtërisht dhe ju tani më mund t'i thoni stop kësaj gjëje, por duke qenë se keni bërë dikur si elefanti, juve ju duket si diçka që nuk mund të bëhet, pra diçka që unë nuk e heq dot të litarin tani. Ndërkohë që mund të ndodh, ju jeni gati, jo më kot po ju rikthehet si temë, si gjë, si emocion për ta parë, nuk po ndodh për më të keqen për ju apo kundra jush, po ndodh për ju, që ju ta çlironi dhe tani më t'i thoni po një fazë të re të jetës, ku çdo gjë mund të jetë më e lehtë,
dhe pash 2 karta të bukura që janë në një prej grupimeve. Njëra ishte me errësirë, me një det dhe oqean shumë të trazuar dhe me hënën në sfond, pra intuita, pra që ju mund të shikoni qartë tani më të gjitha këto luhatje emocionale, por për këtë ju duhet të fusni këmbët në ujë, pra të mos i trëmbeni këtyre dallgëve. Dhe tek vendi ku vajza kishte futur këmbën në ujë, pra dallgët kishin formuar kristalizime dhe dukeshin vërtet si mira kristale të vogla të bukura në breg. Ishte vërtet shumë e magjishme, nëse do ta gjej, do ta postoj tek postet e YouTube-it, ju mund ta shikoni. Të dyja prej kartave, dhe apo nëse mund ta gjej, mund ta vendos edhe këtu. Dhe dukeshin si mira kristalizime të vogla të cilat tregojnë që edhe në këtë errësirë ka bekime dhe ka perla të bukura për të zbuluar dhe ka gjëra të bukura që ju mund t'i zbuloni për veten, për të tjerët, për jetën e të tjerë. Pra ka një bekim në çdo lloj faze të errët që mund të ndodhë në jetën tuaj. Dhe kur ju e shikoni më vonë, ju thoni sa mirë që më ndodhi kjo gjë, sepse ishte vërtet bekim për mua. Nuk është në moment mund t'ju duket si terrë dhe diçka e frikshme, por më vonë duket si bekim. Ose më saktë ju e kuptoni që ishte bekim për ju, për më të mirën tuaj, pra ndodhi e gjitha për ju. Dhe specifikisht u dëgjova ka magji në errësirë, pra fshihet magji në errësirë dhe bukuri në dritë. Dhe te karta tjetër ishte një fushë, do të thënë kishte shumë diell, ajsa nuk mund të shihe në sfond çfarë kishte tjetër, por ishte një fushë e madhe me grur. Dhe ne jemi në sezonin e, domethënë korriku është sezoni i korrikës së grurit dhe simbolizon këtë pjesën e të marrërit të gjithçka që ju keni punuar, pra ju keni mbjell farën, keni punuar, e keni ushqyer, dhe tani më merrni frytet e saj. Pra ju keni punuar për këtë moment, dhe ju keni punuar, është thjesht një fazë kaq e vogël tranzicioni, por që ju duhet i thoni po dhe ju duhet ta merrni përsipër si ajo që tham në lidhje me 2 rrugët, pra thjesht të hidhni një hap. Dhe universi do ju suportoj ju në çdo gjë tjetër më pas, apo çfarë do i forcë që ju besoni, pra thjesht ta hidhni këtë lloj hapi. Me besim të verbër që ju gjithçka po ndodh për më të mirën tuaj, por thjesht duhet që shiheni dhe si një lojë që thjesht ta merrni guximin, pra thjesht kaq nevojitet që ju të besoni, është si të thuash një person do të jepte botën për ju, por thjesht ta dinte që ju i besoni verbërisht. Kështu mendojeni. Dhe ishte kaq i bukur dhe dielli ishte shkëlqente dhe kjo simbolizon qartësi të plot për gjithçka, iluminim, rritje shpirtërore për ju që ndoshta keni mësuar gjithë këto mësime dhe tani më jeni një vetë e re që ne tham transformimin disa herë. Dhe tani më është një fazë e re dhe tek karta tjetër shkruhet is, në mos gaboj, që tregon pra që gjithçka do të vijë më lehtësisht për ju në jetën tuaj. Ju mund të manifestoni më lehtësisht, ju mund të jetoni jetën tuaj më lehtësisht, të keni më shumë liri, paqe, të jetoni jetën ndoshta si të doni ju, të jetoni ku të doni ju. Pra të gjitha këto janë të mundura nëse ju i besoni dhe nëse ju i thoni po, dhe ju krijoni realitetin si karta tjetër që ne tham, i cili është pasqyre juaja. Dhe ju duhet të punoni me veten që kjo gjë të reflektohet së jashtëmi. Pra, nga sakrifica e vetes suaj, ju e keni sakrifikuar gjithmonë veten për të tjerët, pra mendojeni kështu. Pse mos ta bëni një sakrificë kaq të vogël për veten? Që në fakt është një gjë shumë e vogël. Pra ju keni menduar të shkoni, për shembull, të jepni jetën tuaj ndoshta për të tjerët, apo thjesht kaq rëndshëm si të thuash, për veten tuaj nuk bëni dot një gjë kaq të vogël? Dhe mendojeni një herë këtë nëse ju jeni në këtë fazë, pra nëse ju jeni ky grupim që keni patur mësim jete këtë të bidhënjes, pra të overgiving, dhe e di që është shumë e vështirë për ju, e di sinqerisht të gjë, por që nëse ju e bëni, gjithçka do të ajo po shikoj tani si një mjedis i errët, dhe në momentin që thjesht e bëni këtë, gjithçka po shuhet, po si në ato lojrat që po largohet ky background dhe del ky mjedis i ri. Pra kjo që ne folëm me detin u largua, ishte një iluzion. Ju nuk shkua deri në fund që të mbyteni, ju thjesht futët këmbët për të ndjerë këtë emocion një herë e mirë, dhe tani më del ky realitet i bukur dhe më vëshë një flutur, del një realitet shumë i bukur që ne thamë me diell, pra me mirëqenien tuaj. Ose është si ato festat surprizë, për shkakun që ju thjesht duhet të shkoni te ky vend që ky person po ju thret. Dhe papritur dalin të gjithë dhe ju surprizojnë, ndoshta mund të keni lindjen tani se po shohim festin lindjeje dhe surprizë, domethënë. Të gjithë njerëzit tuaj të zemrës, pa që zemra juaj është plot, keni dhurata, aty mirëqenie, përmbushje emocionale, dashuri, pra gjithçka që ju keni dashur gjithë këtë kohë.
gjithçka është aty thjesht duket sikur papritur gjithçka ndryshoi. Pra siç e tham, flini si një tjetër person, gjeni si një tjetër person. Dhe unë mendova që në fakt nuk kishin lidhje me njëra tjetër mesazhet, pra mund të ishin grupime të ndara, por kanë shumë lidhje sepse vërtet po integrohen me njëra tjetrën. Pra mund të kenë lidhje të gjitha për ju. Dhe pyetja që u premtova, e di që shkoi pakës videoja, por pyetja që ju premtova që mund të bëni si reflektim, të uleni dhe të shkruani një fletë të bardhë në bllokun tuaj, dhe thjesht të lejoni veten të jap përgjigjen. Janë: cilat janë besimet limituese të cilat unë po i shtrëngoj fort ende? Dhe këtu mund të dalin shumë, për shembull. Duhet të punoj shumë që të arrish te kjo gjë e bukur që ne tham. Duhet të rish net pa gjumë, për shembull. Apo ajo që ne folim, duhet të ketë zënë ka patjetër në marrëdhënie. Këto janë disa besime që ju ndoshta i keni edhe pa e kuptuar si të mirëqëna. Shkruajini të gjitha këto, sepse kjo ndihmon që t'i hidhni në letër të paktën. Apo që duhet ta fitoni dashurinë e të tjerë të tjerë. Pyetja nr. 2. Çfarë historie në lidhje me dashurinë, besimin dhe veten time jam gati të çliroj? Dhe diçka tjetër që po dëgjoj, për çfarë më ka trembur në dashuri? Pra, pse ju e doni dashurinë, por edhe keni frikë prej saj? Apo doni një lidhje, por keni frikë të jeni, si të thuash, vetja juaj e vërtet, apo t'jeni lakurish po në thonjza, pra me kuptimin që t'jeni 100% vetja juaj, si që jeni ndoshta me veten tuaj. Por së pari, ju do t'jeni vetë me veten, sepse ka shumë njerëz që nuk janë me veten të sinqertë dhe autentik ndoshta, as me veten e tyre. Dhe si mund të jesh me dikë tjetër kur nuk je as me veten? Pra gjitha këto janë pyetje që ju mund të reflektoni. Dhe ndoshta eksperiencat të së kaluarës ju kanë bërë të mendoni që të jesh në dashuri nuk është e sigurt, që në momentin që unë jam në lidhje apo në momentin që unë kam dashuri dhe miq në jetën time, unë do të lëndohem. Në varësi të eksperiencave, apo nuk mund t'i besoj dot njerëzve sepse njerëzit më pranë meje më kanë lënduar dhe tani më unë kam probleme me besimin. Pra gjitha këto janë pyetje që ju mund t'i shkruani dhe ju ndihmojnë të paktën të jeni të qartë, pra të sillni këtë diellin këtu. Është edhe një pyetje tjetër, por po. Çfarë nevojitet që të zbutet, si të thuash, me qëllim që unë të mund të takoj një person tjetër apo veten time të pasqyruar në realitetin tim, por në mënyrë më autentike. Pra, edhe një herë ta formulojmë. Çfarë duhet që të zbutet që unë të mund të takoj vërtet, për shembull, miq të sinqertë, dashurinë e jetës sime, apo veten time të pasqyruar në një mënyrë më autentike në realitetin tim. Dhe këtu mund të jetë, për shembull, ju mund të keni, duke qenë se keni këto problemet me besimin, mund të keni shumë kufi rreth vetes suaj dhe mund të doni ta mbroni veten. Pra doni të takoni, por në momentin që vjen shumë afër kjo gjë që ju doni, juve ju duket sikur diçka ju bllokon dhe mund të jetë kjo pjesa që ju keni frikë. Mund të jetë kjo pjesa që ju keni frikë të jeni, si të thuash, me njerëz, keni frikë të jeni midise me njerëz, keni frikë që të jeni vetëm dhe të dilni vetëm. Pra ka shumë gjëra që të ballafaqoni veten tuaj në lidhje me pjesën që si mund ta shikoj veten time në mënyrë më autentike, sepse nëse ju e pranoni veten, nëse e shikoni të reflektuar në pasqyrë, ju e doni apo jo? Në momentin që ju e pranoni veten kështu siç jeni, e doni veten kështu siç jeni, mendoni që jeni të bukur kështu siç jeni. Dhe në momentin që ju bëni të kundërtën, kur dilni në pasqyrë, ju doni të fshiheni, ju filloni me kritika dhe lind kjo tema e kritikës së brendshme në fast që ndonjëherë ne jemi armiqt më të mëdhenj të vetes. Dhe gjitha këto janë gjëra që ju mund t'i reflektoni. Dhe sigurisht që nëse keni nevojë që këtë reflektim të mund ta kryejmë së bashku dhe të mund t'ju ndihmoj që të zbuloni më tepër se cilat janë këto besime të cilat ju ndalojnë ju, unë jam këtu për ju, për t'ju ndihmuar, dhe çdo kohë në çdo moment mund të më kontaktoni. Dhe do të është shumë të dija se sa rezonojnë me ju këto mesazhe, si aplikojnë në jetën tuaj, çfarë konfirmimi morët, shenja të ndryshme. Dhe nëse i provoni këto pyetje, të vini dhe të komentoni si ishte eksperienca juaj, nëse ju dëshironi gjithnjë, por jam shumë e lumtur kur ju komentoni dhe komunikojmë së bashku. Do të thotë vërtet shumë për mua. Ju jeni miqtë e mi tani më dhe e vlerësoj vërtet shumë. Shumë faleminderit. Shihemi në video tjetër. Mirupafshim.